Një aksident i rëndë është regjistruar në orët e pasdites të së shtunës në aksion rrugor Shkodër-Velipoj. Aksidenti është regjistruar në vendin e quajtur sektor Velipoj, ku sipas njoftimit të policisë së Shkodrës, mjeti tip Benz me targa AA 377 JZ me drejtues shtetasin Kastriot Arapi, 45 vjeç, banues në Tiranë, ka përplasur një motorciklet me drejtues shtetasin me inicialet NM, 33 vjeç, si dhe pasagjere, bashorten e tij, banues në fshatin Resh të Velipojës. Në vendin e ngjarjes kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë dhe ambulanca. Drejtuesi i mjetit tip Benz është larguar dhe është kapur në fshatin Trush, rreth 10 km larg nga vendi i ngjarjes. Si pasojë e kësaj përplasje kanë mbetur dëmtuar dy bashortët, të cilët u transportuan menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe ndodhen në gjendje kritike për jetën. Drejtuesi i mjetit, i cili rezultoi në gjendje dehur, është shoqëruar në komisariat për veprimet mëtejshme.